Atë ko është nisma do tjetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Jam i bindur që kuvendi i Kosovës nuk është konstituar mbi bazën e kushtetutës. Besoj që është një lajm i keq për Kosovën. Tash 9 muaj Kosova me këtë forca politike dhe me këtë besim që kanë forca politike kanë dëshmuar që nuk kanë kapacitet dhe pjekuritë mjaftueshme politike për të ndërtuar marrëveshje, për të përmbushur vullnetin e qytetarëve, për të ulur bashkëbiseduar e për të dhënë vendit institucione. Fatkeqësisht, kjo që ka ndodhur sot me shpalljen e zgjedhjeve, me shpërndarjen e parlamentit tregon pa aftësi, pa pjekuri dhe pa njohuri se si ndërtohet shteti, institucionet dhe si funksionohet. Dhe shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu si që nuk e kanë pritur që kështu do të përfundoj votat e tyre, shpresoj që në zgjedhjet që vijnë do të kërkojnë llogari përgjegjësve kryesor të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Të nisma shkëndej zgjedhjeve qoftë përmes ndonjë koalicioni që ka një alternativë serioze dhe ne pa një alternativë serioze shkojmë rrugës e do ta trajtojmë qoftë me të ose pa të nisma do të jetë në zgjedhje. Ne preferojmë me një grup politik që shohim që për një me drejtuesi i tij, leadershipi o nis garës për të fituar për qenë kryeministri i Kosovës. Dhe nëse shohim këtë alternativë dhe këtë vizion, atëherë nisma është e gatshme me dhënë kontributin e saj, siç ka thënë, atë ko është nisma do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Jam i bindur që kuvendi i Kosovës nuk është konstituar mbi bazën e kushtetutës, presim vendimin e gjykatës, si do ta shihni. Edhe unë besoj që sikur në aktgjykimet e kaluara, gjykata më ka dhënë drejt në qëndrimet e mia juridike dhe politike, jam i bindur që edhe këto do ta bëjnë. Kjo tregon që politika nuk bëhet me reakcion. Politika nuk bëhet me reagime, me hidhrime, me ego. Ne kemi përgjegjësi para qytetarëve për të egove tona, me gjetë rrugë të bashkëpunimit